Pas ditën e kësaj të mërkur në qytetin e Shkodrës u prezantua drejtuesi i ri politiki i Partisë Socialiste për këtë qark, Enea Karakaçi, i cili do të zëvendësojë Benet Becin, duke shënuar një fazë të re në organizimin politik të Partisë Socialiste në këtë zonë. Prezantimi u zhvillua në ambientet e stadiumit Loro Boriçi, në praninë e Asamblesë së Zgjeruar të Partisë Socialiste në Shkodër, ku morën pjesë drejtues lokal dhe anëtar të strukturave të partisë. Karakaçi mbërriti i shoqëruar nga Benet Beci në një moment që simbolizoi edhe kalimin e përgjegjësive. Në takimin me dyer të mbyllura, morën pjesë deputetët e qarkut të Shkodrës, ndërsa porosit ishin të qarta. Tashmë struktura duhet të intensifikojnë punën në terren, pasi motorët janë ndezur për garën elektorale të vitit të ardhshëm. Bashkë me Benetin, bëmë sot prezantimin në Asamblenë e Zgjeruar të Partisë Socialiste. Patjetër, një takim shumë i veçantë për mua dhe shumë i këndshëm, pasi unë kthehem në qytetin tim dhe kemi ndez motorat. Qëllimet janë shumë të qarta, janë lënë në detyrë nga Asambleja e Partisë Socialiste, të energjizojmë strukturat, të fillojmë antarësime të reja, përgatitemi që në zgjedhjet e vitit pasardhës të jemi sa më të përgatitur dhe të marrim një rezultat të shkëlqyer në këtë qark. Faleminderit. Ky ndryshim në drejtimin politik të Partisë Socialiste në Shkodër është shoqëruar edhe me lëvizje në disa poste drejtuese lokale, duke sinjalizuar një riorganizim më të gjerë institucional. Armand Zhuka është larguar nga drejtimi i OSHE e Shkodër pas kritikave për problemet që ka shfaqur furnizimi me energji elektrike në Shkodër e në veçanti qendra e qytetit dhe zona turistike gjatë periudhës së fundit. Problemet e raportuara nga qytetarët përfshin ndërprerje të herpashershme të energjisë elektrike në qendër të qytetit, si dhe shqetësime të vazhdueshme për mbifaturime dhe fatura të dyfishta, si për abonentët familjar, ashtu edhe për bizneset. Pas 6 vitesh në këtë detyrë, Zhuka është zëvendësuar nga Qazim Ramallari në një përpjekje për të përmirësuar shërbimin dhe për të rikthyer besimin e qytetarëve. Në ditët në vijim pritet të ketë edhe lëvizje të tjera në poste drejtuese në Shkodër në kuadër të këtij ristrukturimi.